Adnan. Kështu me shikë flauta ka pas.
kryejnë kryetari deklaratën tani. E keni marrë në draft për këtë deklaratë, kam diskutuar për to. Ti mund është më dhënë sharime, një ditë se kemi Atëherë po fillojmë me mbledhjen me seancën e jashtëzakonshme. Faleminderit kolegas e mbledhjes që keni përgjigj ftesët. Mirë se gjejmë njëri tjetrin në këtë seancë të jashtëzakonshme. Në bazë të ligjit të nenit 44 të ligjit për vetëqeverisje lokale, numër 03 fraksional V014, neni 37 të statutit të komunës, si dhe në bazë të neni 3.2 të rregullores së punës së kuvendit dhe komiteteve, 09 numër 06 fraksion 2005 vis 43, kemi thirrë këtë seancë të jashtëzakonshme, ku kemi parapo vetëm një pikë të rendit të ditës, e cila pikë është e kemi përmbledh kundër dhunës në baza gjinore, po duhet të keni parasysh se këtu parashin edhe 2 nën pika. Ju e keni marrë një deklaratë, të cilën sot do ta votojmë këtu dhe do ta diskutojmë, realisht është draft deklaratë dhe do ta mbajë një fjalë rasti kryetari i komunës zotëria Aliu. Por do ta keni mundësinë edhe ju si asamblista që të diskutoni dhe të mbani ndonjë fjalë nëse keni me thonë rreth kësaj pike të rendit ditës. Unë para se me hull në votim këtë pikë të rendit ditës, nëse dikush ka me shtu diçka, atëherë s'kemi të paraqitur kush është për që të vazhdoj me këtë rend dite. Faleminderit shumë, nga 19 të pranishëm, unanimisht kalon rendi i ditës. Atëherë më lejoni që në emër të kuvendit të shtimes të shprehim keqardhje për rastin tragjik të rëndës që ndodhi ditëve të fundit, ku gruaja shtatzan nga ish bashkëshorti i saj, por duke mos lënë anash edhe raste tjera të ndodhura të cilat duhet i dënohen ashpër. Kjo fushat 16 diqe, cila fillon me 25 nëntor, është një mundësi për të gjithë që të bëmi bashkë dhe të dënojmë dhunën dhe të përtrim zotimet tona për të eliminuar dhunën nga shoqëria jonë. Do të thotë 16 ditë aktivizëm kundër dhunës në baza gjinore është një fushat ndërkombëtare vjetore që fillon me 25 nëntor, dita ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave dhe zgjat deri me 10 dhjetor, ditët e të drejtave të njerëzit. Fushata filloi nga aktivistët në inaugurimin e Institutit Global të Leadershipit të grave në vitin 1991, vazhdon të koordinohet çdo vit nga Qendra për Leadership Global të grave, përdoret si një strategji organizuese nga individ dhe organizata në mbar botën, për të bërë thirrje për parandalimin e eliminimit të dhunës ndaj grave dhe vajzave. Do të thotë mbas statistikave që unë kam hulumtu, 1 deri në 5 gra vriten çdo orë nga anëtarët e familjes së tyre në botë. Dhe secili prej nesh kemi rol për ta luajtur deri në çrrënjosjes
së dhunës ndaj grave. Prandaj është shumë e rëndësishme që të mirën masa para se të ndodhin këto dukuri negative dhe të bëhet parandalimi i tyre në këtë kohë. Do të thotë në bazë statistikave edhe në komunën tonë kemi pas raste të tilla, fatkeqësisht edhe vrasje, po mos flasim vetëm për dhunë fizike. Është një numër që vit pas viti rritet, do të thotë në bazë statistikave që unë kam nxjerrë, do të thotë viti 2019 dhe viti 2020 kanë qenë me më shumë raste, që s'po i përmend numrin, por ne jemi këtu që të japim mbështetje kësaj fushate 16 ditore, dhe unë nuk po e zgjas më shumë, besoj që gjithë secili nga ju dëshiron të flasë rreth kësaj çështje, po para se të flasim, ja kishim kalu fjalën kryetarit Aliu për një fjalë rasti për këtë fushat 16 ditore. Zotri Aliu, fjala për juve. Të nderuar qytetar të komunës së Shtimës, i nderuar kryesues i kuvendit zoti Ademi, të nderuar anëtar të kuvendit komunal, të nderuara media e përfaqësues të shoqërisë civile këtu në sallë dhe që po na ndjeqnin nga jashtë. Jemi mbledhur sot bashkë në këtë seancë të jashtëzakonshme të asamblesë komunale që të diskutojmë për një temë shqetësuese për shoqërinë, komunën e shtetin në përgjithësi. Kjo në kuadër të fushatës botërore 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore. Si dhe duke marrë shkas nga ngjarjet e fundit në komunën tonë, por edhe rastet e tjera në të gjithë territorin e Republikës Kosovës. Dhuna në familje është një nga fenomenet më të përhapura dhe një kërcënim serioz për jetën dhe mirëqenien e grave, e vajzave, por edhe burrave, anipse në raste më të rralla. Pasojat e dhunës në familje janë të shumë thjeshta dhe të larmishme, me ndikim negativ jo vetëm në shëndetin psikofizik të gruas, por edhe të fëmijëve, si dhe dëmtimin në përgjithësi të familjes si institucion. Çdo individ duhet të gëzojë të drejtën themeltare për të jetuar i lirë dhe i paprekur. Përndryshe, dhuna në baza gjinore do të ketë efekt të vështirë, të riparueshëm për familjen, për shoqërinë, por edhe shtetin në përgjithësi. Sipas të dhënave statistikore, në 10 dekadat e fundit në Republikën tonë, fatkeqësisht kanë humbur jetën 40 gra dhe vajza nga dhuna gjinore. Të dhënat tregojnë se vetëm 2% e grave i kanë raportuar institucionet serioze të dhunës në baza gjinore, në polici ose shërbime sociale, dhe vetëm 1/3 e grave ndjehen shumë mirë apo mirë të informuara në lidhje me shërbimet mbështetëse që i ofrohen asaj. Në komunën e Shtimës, sipas dhënave nga institucionet përgjithëse, vetëm në këtë vit janë regjistruar diku rreth 20 raste të dhunës të familje, nga të cilat 17 raste janë proceduar dhe shqyrtuar, ndërsa 3 raste tjera nga këto janë në procedurë e sipër për shqyrtim të rasteve të reja të dhunës në familje. Sipas të dhënave, dukuria e dhunës në baza gjinore ka tendencë të rritjes së numrit të rasteve dhe aq më keq të eskalimit të saj dhe në përmasa fatale, siç ishte rasti i fundit në komunën tonë, që na tronditi dhe na preku të gjithëve ngjarje kjo nga e cila duhet të reflektojmë të gjithë. Këto shifra në nivel nacional e lokal duhet të jenë kambon alarmi për shoqërinë tonë dhe këtë duhet ta konsiderojmë si thirrje për veprim nga gjithë mekanizmat përgjegjës. Një ndër masat që duhet të ndërmarrim si institucione në kuadër të kompetencave që posedojmë është fuqizimi i qendrave për punë sociale, qëndrueshmëria financiare e strehimoreve, veprimet e shpejta në rastet e ndarjes së pronës, trashëgimisë, divorcit, alimentacionit
dhe veprime të tjera që shënojnë sigurinë e grave dhe vajzave në vendin tonë e që njëherët ngrisin besimin e tyre në institucionet përgjegjëse. Raportimi i dhunës është ndër mënyrat më të mira për të parandaluar dhunën e mëtejshme. Por krahas raportimit duhet të kemi edhe veprime konkrete nga organet kompetente dhe trajtim të rasteve me seriozitet e vendosmëri. Në raste të abuzimit apo dhunës në baza gjinore, duhet mobilizim serioz i gjithë mekanizmave institucional që të sigurohemi që secili rast është trajtuar plotësisht dhe që autorët kanë marrë dënimin e duhur sipas ligjit. Eliminimi i dhunës është detyrim i secilit veç e veç e i neve të gjithëve së bashku, pasi viktimave ju takon përkraja institucionale për kujdesje adekuate shëndetësore, emocionale e psikologjike. Emancipimi dhe fuqizimi i grave dhe vajzave në shoqërinë tonë është thelbësor për një shoqëri të zhvilluar, prandaj duhet të kujdesemi që kjo të arrihet në secilin sferë të jetës, si në ekonomi, në arsim, në edukim, në art e kulturë, në mënyrë që gratë e vajzat jo vetëm të jenë të barabarta, por edhe nismëtare të proceseve e zhvillimit të familjes dhe shoqërisë, sikurse në çdo epokë. Është e vërtetë që përkundër sfidave që jemi ballafaquar, e po ballafaqohemi, kemi bërë hapa të mëdhenj për fuqizimin e gruas dhe avancimin e rolit të saj në shoqëri dhe në institucione. Por ky është vetëm fillimi. Kemi edhe shumë rrugë për të bërë për të garantuar barazi të plotë gjinore e përfshirje të barabartë në shoqërinë tonë. Me përkushtim dhe mundësitë tona që kemi dhe me përkrajen tuaj, do të vazhdojmë të ecim përpara derisa të gjitha gratë dhe vajzat të ndihen të barabarta, të sigurta, të pranora, të mbrojtura dhe të lira për të jetuar jetën dinjitetshëm. Burrat dhe gratë bashkërisht duhet të luajnë rol aktiv në parandalimin e dhunës në baza gjinore, ndërsa institucionet të ndërmarrin hapa konkret dhe efektiv për ta mbrojtur secilin qytetar nga dhuna në baza gjinore. Konsideroj që bashkërisht si ekzekutiv e legjislativ, sipas kompetencave dhe mundësive që kemi, të bashkëpunojmë me njëri tjetrin dhe me organet përgjegjëse me qëllim që parandalimi apo preventiva e dhunës në baza gjinore, iniciativa këto që do të kontribuojnë që dhuna në familje dhe në baza gjinore të minimizohet. Le ta kujtojmë shpesh e të veprojmë sipas motos të kësaj fushate në Kosovë. As edhe një më shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit kryetar Aliu për fjalën. Nëse dikush dëshiron që ta merr fjalën, po zotërimu Juta. Faleminderit kryesues, përshëndetje për kryetarin, për ju, për drejtorët, për asambleistat dhe për gjithë qytetarët e komunës Shtimës. Sot jemi ftuar nga thirrja jote kryesues për një mbledhje të jashtëzakonshme, edhe ato mbledhje të cilën s'kisha dashur të thirrëm këtu mbledhje asesi kundër dhunës në baza gjinore, që lutem mos të ketë dhunë në vendin tonë, jo në komunën tonë, por në gjithë Kosovën. Jemi në një situatë shumë të rëndë pas tragjedisë që ndodhin pikërisht nga qytetari i komunës tonë. Është një tragjedi që i ka prek gjithë shqiptarët, mendoj, dhe kisha lutë që kësi raste mos të kemi më në të ardhmen. Kryesues, mbledhja sot ka fillu me një pikë vetë me trendit ditës që pajtuam të gjithë dhe vëllëm votim, po sot kisha dashur të jetë prezent të paktën një zyrtar i qendrës për punë sociale këtu. Ne nuk kemi pas asnjë material që t'jim të hapëm diskutim dhe t'i hapëm fuqi kësaj mbledhje dhe çka do të mujna na si shoqëni me ndërmarr që mi parandalu këtë dukuri. Duke
u bazu në pikat të cilën rasti ka ndodhur dhe ka qenë në urdhër mbrojtje, çka na si asamblesë, çka parpeshe kem na sot këtu për këtë çështje, kur shteti nuk i ka aktivizu mekanizmat për siguri. Ne kemi një këshill për siguri në bashkësi që kuvend e ka zgjedh dhe asnjë raport të këshillit për bashkësi kuvendit asnjëherë. Asnjë raport nga qendra për punë sociale. Nuk mos t'i them raport, informat. Unë besoj që somat informum të kishum qenë. Ne nuk e dim se raste kem jo në dhunë baza gjinore, po dhunë familje në komunën tonë. Unë si asamblesë nuk kam asnjë njohuri për rastet në komunën tonë, se asnjë informat nuk e kem këtë kuvend. Kisha lutë që ma shpejt të ndërmerë ekzekutive, po edhe legislative që të shprejnë mekanizmat, formojnë komisione, që këto rastet të tilla të ndalohen dhe mos të kem në të ardhmen kësi tragedi. Faleminderit kryesues. Kaq kisha. Faleminderit zotëri Mojota. Kjo seancë ka të bëjë me mbështetjen që ne do t'i japim grave dhe gjithë atyve që janë të dhunuar. Këshilli për sigurinë bashkësi informatën do t'a jep kur e ka me plan të punës, do thotë muajin dhjetor ose në janar, se dita është sakt. Ne kemi mbajtur një mbledhje bashkë me ekzekutivin tje me mekanizmin koordinues të dhunës në familje dhe janë marrë gjitha hapat. Unë aty ka marrë gjitha informacionet, po statistikat mund t'i gjeni të gjithë, jo vetëm komunës Shtimës, po në gjithë Kosovën, edhe rastet e dhunës, edhe të vrasjeve dhe gjitha, unë i kam gjetë. Është e thjesht i gjeni, vetëm duhet që të interesoni. Dhe është një rast të cilin ne e kemi në komunën tonë dhe unë personalisht në bashkëpunim me kryetarin Aliu e kemi pa të arsyeshme që të mbajmë një seancë të jashtëzakonshme dhe të nxjerrim në deklaratë si kuvend në mbështetje të këtij zinxhiri që është për sigurinë në komunën e Shtimës. Kjo është arsyeja pse kemi ftuar seancë. Fillimisht zonja Zonjusha Sadiko. Faleminderit kryesues, përshëndetje për të gjithë. Për një kauzë kaq të rëndësishme si mobilizimi për luftën kundër dhunës në baza gjinore dhe luftën ndaj dhunës në familje, është e domosdoshme të flasim të gjithë. Gratë e vrara nga burra nuk janë veç emra, ato kanë pas jetë, ëndra e identitet, që janë shu nga burra vrasës. Ato janë shumë, megjithatë unë do të përmendi emrat e disa prej viktimave, e të cilave i dim që se cila e se cili nga ne t'i kujtoj e të kërkoj drejtësi për to edhe për së vdekure. Donjeta Pajaziti, Diana Kastrati, Zejnepe Berisha, Marigona Osmani, Sadie Godeni dhe qoftë e fundit Hamide Magashi. Hamidja shkoj por si shumë të tjera, por shtrohet pyetja, çka do të bëjmë tani e tutje për mbrojtjen e grave dhe vajzave tjera. Asgjë nuk mjafton, nuk ka ngushëllim. Faleminderit. Bacasan. Faleminderit kryesues. Përshëndetje për kryetarin, përshëndetje për zyrtar, përshëndetje për gjithë anëtarët e kuvendit. Fillimisht shprehim ngushtime për familjet e viktimave dhe seanca e thirrur për sot është e një rëndësie të veçantë, e cila duhet na shërbej për një mobilizim të gjithë mekanizmave për të luftuar direkt dhe dukuritë e tilla negative, duke pas parasysh gjendjen të cilën po e kalojmë, rasti që ndodhi ditë më parë na ka të merru pa dallim të gjithëve, andaj së bashku duhet të shfaqim seriozitetin e kësaj gjendje. Shpresoj që kjo seancë e kuvendit të shërbej thirrje fuqishme për ngritjen e kapaciteteve profesionale, ngritjen e vetdijes individuale e familjare
dhe paralajmërimin e dukurive me pasoja shumë të rënda e tragjike për shoqërinë dhe familjet tona. Sipas statistikave nga qendrat për punë sociale, janë rreth 2500